Ish-banori Big Brother VIP Senof ishte ftuar në një studio televizive rrëfeu një nga periudhat më të vështira të jetës së tij, atë të emigrimit dhe azilit në Francë. Ai tregoi se sfida më e madhe nuk ishte mungesa e strehimit, por dokumentacioni dhe pritja e gjatë për leje qëndrimi. Për 6 muaj me radhë, Seno dhe partnerja e tij Edra jetuan në një kamp refugjatësh në Çadra, së bashku me rreth 1000 persona të tjerë, mes tyre edhe shumë grashta të zëna. Seno përshkroi edhe jetën në kamp, ku mungesa e energjisë elektrike i detyroi banorët të improvizonin, madje duke marrë rrymë nga ndriçimi i rrugës për të përdorur furnela, gjithmonë me frikën se mos përfundonin në telashe me autoritetet. Pjesë nga intervista. Kur filluan vështirësitë? Problemet ishin gjithmonë vinin për arsye letre. Kur nuk ke letra, nuk ke identitet, nuk mund të gjeje një shtëpi, një punë stabil. Pastaj lindi vajza. Një ditë pasi lindi vajza, kam qëndruar për një periudhë të gjatë larg familjes. Pse, çfarë ndodhi? Hyra në një gabim, në një Mersele që më ndaluan në Zvicër, një hetim në lidhje me narkotrafikët, u përfshiva përmes disa mesazheve me disa njohje që kisha. Dyshoheshe se ishe pjesë e një grupi që trafikonte lëndë narkotike, drogë? Po, edhe u arrestova. Më thanë të shkoja. E thosha jo se kam nusen në spital, doja me shit makinën dhe të rija për qejf, por shkova. Lash Edrën në spital me vajzën një ditëshe dhe e gjeta 32 muajshe. Edra ka bërë një sakrificë të madhe. Ka ardhur të takoj ty në parabugim, qëndrove atje 32 muaj? Po, dua të gjykoj veten, pa patur nevojë, duke u marrë me njerëz të gabuar që të kushtojnë shumë. Ishte fati jot, pra, ti nuk pate përfshirje në këtë grup apo shoqëri e gabuar. Nuk dua të dalë si më i ndershmi dhe të justifikoj veten, ndodhi si ndodhi, por ato veset dhe nevoja për financa të bën ndonjëherë të përfshihesh. Ndihesh fajtor Karshivajzës? Ti e gjete gati 3 vjeçe. Ndihem shumë fajtor Karshivajzës, djalit dhe Edrës. Vajza nuk më njihte, nuk më rrinte në preher. E mora kur ishte në gjumë, kur u zgjua, më tha jo. U mërzite shumë, po e di se më donte dhe më do. Ka patur një rast kur i ka thënë të ëmës, kam frikë se dua babin më shumë se ti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.